Shteti i pavarur si Republikë Demokratike po na thot, pavarësisht dinamikave që mund të jenë, 4 komisione parlamentare i kam kyçe që të ekzistojnë dhe punojnë. Pra janë të përhershme pikrisht për situatat e zakonshme, e jo të zakonshme, janë qeverit në detyrë, në dorëheqje e fuqiplot. Ato janë komisione funksionale në funksion të ministrive që potencialisht mund të krijohen prej një qeverie që legislativi i voton. Ato prandaj edhe quhen komisione funksionale të Kuvendit Republikës. Por 4 sosh janë të përhershme. Janë në shtetin ton të ingranuara edhe më thellë se vetë qeveria. Rrjedhimisht në këso raste veprojmë me trupat që janë esenciale, e gjendja tani është esenciale për Republikën tonë. E tash kur po i diskutojmë temat esenciale për vijimësitë punëve të shtetit, temat përkojnë pikërisht me fushvërimtarinë e këtyre komisioneve që janë të përhershme.